Gratë shqiptare s'kanë asnjë problem. Gratë shqiptare se kanë këtë problem. Muslimanët po. Po. E vërteta është kjo. Shqiptare katolike. La grua shqiptare ka problem. Kret jemi. Zonjë. Kombin e kemi. Nëse na lejon. Nëse na lejon edhe ne lere t'ja dheu se pra dheu flasit të fikët ndryshme. Mos na selektoni shqiptare me muslimane. Os pranoj si shqiptar me këtë sjellje, jo. Jam shqiptare, jam advetare. Çka je shqiptare, zonja Huduti? Zotri, unë jam shqiptare. Me çka je shqiptare? Jam me adhleun tim, pa adhle nuk ka fe. Jam shqiptare me adhle. Zonjë, me çka je ti shqiptare? Shkur shqipja të pyet. Adhleu im, është gjaku im. Feja ime është fryma ime. Nëse mu dikush më ndalë fen, unë e japë këtë frymë, bohëm ose dëshmor... Edhe ne, zonja Huduti, kemi... Zonja Huduti, faleminderit shumë. Faleminderit të juve që naftuat, për kësi tema duhet të kishin ardhur edhe zonjat nga Arita. Unë e heraj parë që po dëgjoj, ato duhet jenë këtu prezente, jo vetëm gjykat. Gjerisa populli nuk i sheh kush janë, çfarë ide kanë, çfarë mendime, ndoshta idetë e tyre na lënë mbrapa. Na jemi shtet demokratik duhet me respektu ligjin, por edhe duhet me ndërhyjë në ligj. Nëse ka nevojë me protesta, me revolta, me të gjitha që jam. Pra thoni që duhet bërë protesta? Po pra, nëse na shkelet diniteti jonë, vlerat e tona muslimane, pse jo dhe protesta? Na di me bo protesta me dal aty parada për LGBT, pse ne mës me dal? Që jemi të shqipura. Duti mund të bëri një protest. Uno? Beste që ju ndalon dikush. Po, unë jam bi politikën. Ato zonjat Arita mu më shohin ma ndryshe, por prapi ftoj për bashkëpunim. Unë jam për bashkëpunim me të gjithë. Nuk më intereson qëfar feje kanë, qëfar sekti e tjera. Mu më intereson drejtësia, diniteti, vlerat morale, humanizmi, mbi të gjitha toleranca dhe harmonia ndërfetare, fetare, ndërkombëtare.